Mendot ju se a do të fitoj Kosova kundër Slovakisë mbroma, çush e prit? Gjithsesi, 2-1 kanë fitu për Turqisë. Jo, mbroma. A pra po A mbrom që luajti me Slovakinë. Çush e prit ju rezultatin në fillim ndeshjes? A keni shpresuar që të Po a keni shpresuar që me të fitu Kosova? Po që është e fortë Kosova, po gjithsesi. Gjithsesi me qenë se s'ka qenë edhe ndeshje e lehtë, 4-3 fituan, po prap të Kosovës kanë qenë përgatitur edhe Por juve cili është lojtari i preferuar prej kombëtarës tonë? Fisnik Aslani. Fisnik Aslani. Është i mirë. Ti i njeh apo? Portieri, po i njeh që është portieri. S'ka qenë fort mirë veç. Jo, mirë. Dy topa. Ato amo e kthyn lojtarët rezultatin 4-3 edhe apo mendoni se tash me Turqinë do të ketë një rezultat pozitiv edhe të kualifikohemi në botëror? Shpresat janë, edhe pse ka treguar kohën e fundit që janë kompakt. E kthejnë rezultatin, edhe nëse humbin për shembull marrin 1 gol ose 2, në momentet e caktuara nuk e lejojnë me ra. Kanë vullnet e që është e mirë shumë. Janë kompakt fizikisht edhe psikikisht, që e më rëndësi. Emocionit se është momenti për shembull tash në këtë ndeshje nëse luhet këtu në Kosovë emocionet janë të mëdha pranë publikut. A do të shkosh me shikue Kosovën në Turqinë? Musha me gjetë një bilet. Do të shkoj. Tash a pritni se Kosova komu kualifikue tash mas lojës me Turqinë? Unë besoj se do të jetë lojë më e lehtë me Turqinë se sa me Slovakinë. Pse po mendon që janë më adopt turqit? Jo që janë më adopt, po shpërndarja të herën e turqit është më do të është një shpërndarje, një vendosje që i konvenon ekipit tonë. Po mendon se Kosova do të kualifikohet në botëror? Shumë shpresoj. Faleminderit shumë. Slovaki, a keni menduar se ka më pas një rezultat pozitiv për Kosovën? Po na si popull jemi optimist gjithë. Gjithë kemi atë bindjen që kena me fitu. Po jo vetëm në futboll, po edhe në shumë gjëra tjera. Po fitoria është shumë madhështore edhe dash Zoti edhe të martën të fitojmë edhe. Apo mendon se edhe me Turqinë do të kemi një rezultat pozitiv? Po shpresojmë prapë se do të kemi rezultat pozitiv, po është shumë më vështirë se sa me Slovakinë që është. A mendon se do të kualifikohemi në botëror? Po vetë fakti që presim një rezultat pozitiv, ajo do të thotë që do të kualifikohemi. Çfarë rezultati ke menduar se do të jetë mbrom Kosova me Slovakinë? Po ashtu kam menuar me një gol diferencë, po jo edhe çat rezultat që është nalt, 4 golla me shënu nuk është lehtë.